Shembja e Urës në komunën e Blinishtit ka blokuar komunikimin e 5.000 banorëve prej disa javësh. Të ndodhur përballë kësaj situate, e cila erdhi si pasojë e rreshjeve të shiut, banorët e Blinishtit gjetën një shteg provizor për të kaluar, por që edhe kjo rrugë përbën rrezik për ta pasi po shkon përrojnë ansor. Kryekomunari Jak Zhupa ka njoftuar për nisjen e punimeve pas fondit emergjent të akorduar për ndërtimin e Urës. Është miratu fondi i kësaj ure, edhe thamë se shumë shpejt do fillim kena fillu punimet për ta demontuar, për ta shkatruar pjesën e metrën të Urës, edhe shumë shpejt mund nasin të japim një zgjidhje dhe të ndërtojmë urën. Kjo rrugë është shumë problematike, me thënë drejtën, është rrugë që lidh jo vetëm dy fshatra, por lidh edhe një pjesë të Kallmetit, lidh edhe zonën e Shkodrës, domethënë që udhtojnë për Lezhë nga Nënshati, lidh krajen Fisht, është shumë problematike. Mungesa e një ure jo vetëm ka bllokuar qarkullimin e komunikimeve në 6 fshatrat e Blinishtit, por sipas banorëve shtegu i ri përbën një rrezikshmëri të lartë. Ura gjysmë shekullore e komunës Blinisht rezulton e shembur prej disa javësh si pasojë e gryerjes së bazamentit të saj nga prurje teje të mëdha të përrojit të Troshanit. Të prekur nga kjo situatë janë jo vetëm banorët e Zadrimës, por edhe të disa fshatrave të Shkodrës që vijojnë të jenë të izoluar prej disa javësh.